Mirëdita të gjithëve. Sekretet e paralelit 66. Kush nga ju ka dëgjuar? Tani po ja u tregoj, është në ekskluziv për ju. Nuk kam folur asnjëherë qartë, më qartë se sa do flas tani. Ndaj do dëshiroja nëse është e mundur secili prej jush të lë një koment të shkurtër, sepse siç e kam thënë, unë nuk i di të gjitha, por duke ndezur shkëndijën, diskutimet e përbashkëta na japin informacione dhe informacioni, siç kam thënë, është dije dhe dija është pushtet. Kështu që do t'ju lutesha, kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish. Dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Paraleli 66 gjendet poshtë. Duhet të dini, pra në Antarktidë. Dhe tej atij paraleli nuk mund të shkuhet. Është limiti, pra limiti gjeografik ku ti nuk mund të shkosh më tej deri aty. Dhe është bërë një traktat, i quajtur Traktati i vitit 1956. Është bërë fillimisht nga 12 shtete, pastaj me kalimin e kohës u vendosën edhe shtete të tjerë. E vendosi Amerika, pra nga Washingtoni, duke qenë pjesë edhe Kina, edhe Ish Bashkimi Sovjetik e tjerë. Por me kalimin e kohës edhe të tjera shtete filluan që të firmosnin, Franca, Italia e tjerë. Dhe pyetja është, pse është limiti ku njerëzit nuk mund të shkojnë më tej? Për çfarë arsye? Duhet të dini që përpara vitit 1956, pra kur u vendos traktati, ishte një zotëri, i quajtur Richard Byrd. Richard Byrd ishte një admiral. Dhe admirali, keni videot edhe online, admirali thoshte publikisht që atë çka kishte parë ai në Antarktidë. Ai thoshte që në mes të akullit, pasi kaloi paralelin 66 në mes të akullit të Antarktidës, ai pa një oazi, pa një cop akulli, pa asnjë cop dëbore fare, por ishte edhe me ndërtesa të çuditshme, thoshte zotëria. Tani admirali, pasi la deklaratën, e hoqën videon me kalimin e kohës dhe intervistën e tij, sepse ishte një intervistë nacionale. Dhe me kalimin e kohës dikush e mori, ndoshta nga dark webi, nuk dihet se si, dhe e publikoi. Pasi publikuan videon, thanë që admirali kishte ikur, por prisnin pak sepse ishte një admiral dhe i kishin dhënë një detyrë për të kontrolluar ato zona. Dhe ishte hera e parë në vitin 1947 kur ai pa nga sipër Antarktidën. Sot thuhet, pra në bazë të traktatit të vitit 1956, thuhet që ka erëra të forta dhe problemet e ndërrimit të erërave dhe pastaj të dëborës dhe të suferinave mund të shkaktoj probleme. Po mirë, nëse unë kam dëshirë të shkoj, jam ekspert, ose edhe mos jem ekspert, edhe sikur të humbas jetën të vdes, dua që të vdes. Ku është e keqja? Jo, nuk mund të shkosh. Ti në meridian, në paralelin 66 nuk mund të shkosh. Për ata që nuk e din, janë paralelet dhe meridianet e tokës. Janë vija imagjinare të vendosura nga njeriu. Por thuhet që ka aty disa flukse të energjisë që janë të detyruar që të bëjnë ato linja, pra meridianet dhe paralelet. Kështu që paralelet që kalojnë, përshkojnë të gjithë planetin, 66 është poshtë, pra në Antarktidë. Dhe në qoftë se është poshtë, sepse ka disa që thonë që nuk është poshtë. Dhe është kjo arsyeja. Pra, syri i njeriut ose shqisat e njeriut nuk mundet të perceptojnë disa forma, dhe ne kur ngjitemi sipër me helikopter, me avion apo me çfarë do lloj mjeti, na duket sikur toka është e rrumullakt. Por për ata ka disa studiues që thonë që nuk është e rrumullakt, por është forma e tillë, pra ka disa forma të tokës që thonë që nuk është e rrumullakt dhe është pothuajse në formë veze, si mund të quhet. Veze, por deri në një pik mund të shkosh, sepse nuk mund të shkosh dot më tej. Dhe ajo pik është paraleli, pra 66. Dhe e përsëris edhe një herë, është bërë një traktat për të mos përshkuar këtë paralel. Pra në vitin 1956 u bë ky traktat dhe merreni me mend, pasi Richard Byrd, pra admirali, shkoi në Antarktidë. Dhe pyetja tjetër është, sepse duhet të dini që traktati u bë jo vetëm për të ndaluar që të shkojnë të tjerët, sepse ka erë të keqe dhe nuk mund ta përshkosh dot, dhe ka dëbor e tjerë, dhe ka temperatura të ulta, atëre nga thonë që është edhe për studime. Atëre studiuesit, si është e mundur që mund të shkojnë dhe mund të rrinë aty? Janë më të përgatitur ata fizikisht? Sepse kjo është pyetja më e rëndësishme. Pse studiuesit mund të rrinë atje dhe mund të përshkojnë 1 muaj, 2 muaj, apo ndoshta edhe 1 vit,
kurse njerëzit jo. Në vitin e kaluar, një djalosh, një i pasur, është bërë dhe influencer, ky e gjeni këtë, Ethan Guo, diçka e tillë. Në gusht të vitit kaluar, ai ul me avionin e tij në Antarktidë, pa leje. E arrestuan. Po. Bile e arrestuan dhe e mbajtën për disa ditë për të kuptuar se çfarë kishte parë, sepse këtë thot ai, e gjeni këtë, Ethan Guo. Ai thot që atë që pash atje thot nuk mund ta, me një fjalë, aq sa pash thot, nuk mund ta them. Megjithatë unë di vetëm kaq thot, që Antarktida nuk është ajo që na thon. Pra çfarë pa ky djalosh, është djalosh i ri, dhe çfarë ka në Antarktidë. Megjithatë, për sa i përket traktatit. Pra traktati i kryer, siç ju thash, në vitin 1956, që thuhet që përveç këtyre, pra studimeve dhe motit të keq, ka dhe një problem tjetër. Problemi që disa mendonin që të merrin një copë të këtij të Antarktidës dhe ndaj vendosën këtë traktat që askush mos të luftonte për të marrë një copë, qoftë sovjetikët, qoftë Amerika, apo qoftë kushdo qoftë. Po mirë, nuk e kanë ndarë botën gjithandej, pse duhet ishte pikërisht për atë që nuk duhej të merrnin asnjë copë, pra askush nuk mund të merrte dot asnjë copë, për çfarë arsye? Tjetra, që ky është thelbi i të gjithës kësaj që po flasim, duhet të dini që në një cep të Antarktidës, që Antarktida është pothuajse 2 herë sa Australia, pra është një gjigande, ka një liqen, i quajtur liqeni Enigma, dhe është nën akull. Shkencëtarët kanë zbuluar diçka të çuditshme që askush nuk e di se çfarë, sepse janë të gjitha pallavra ato që flasin lart e poshtë, askush nuk di se çfarë kanë zbuluar brenda akullit. Dhe mendohet që aty ka disa ndërtesa ose ndoshta disa specie që nuk i përkasin planetit Tokë. Pse? Sepse aty është temperatura është -60 gradë dhe janë edhe sikur mos jetë kështu bakteret dhe çfarë ka aty brenda që mund të gjendet përcakton ose zbulon të kaluarën e planetit. Dhe ky është thelbi i të gjithës çfarë kemi studiuar deri sot. Sepse nëse do të zbulohen sekrete aty brenda, atëherë ne nuk kemi pse përpëlitemi që për sa i përket hallkës që mungon, apo civilizimit ton, apo etj. Pra, çfarë ka aty në akull që nuk na tregohet? Ose më mirë, çfarë ka aty në akull që ne pse nuk shkojmë për ta studiuar, meqense studiuesit janë aty, të shkojnë dhe studiues autonom, qofse këta janë studiues, nuk e di, të përzgjedhur nga traktati, por të shkojnë dhe studiues të tjerë, për të kuptuar se çfarë ka në akull, sepse nga përbërësit e atij akulli, ne do zbulojmë shumë sekrete të planetit Tokë në të kaluarën. Pra, për ata që nuk e kanë kuptuar, paraleli 66 përveç se një traktat është e ndaluar dhe aty ka vërtet sekrete. Tani doja ta diskutonim së bashku, siç ju thash, nëse është e mundur të lini një koment, çfarë do lloj komenti qoftë ai, sepse është mirë që duke diskutuar së bashku, edhe unë mësoj sepse kam lexuar shpeshherë nga ju, dikush është edhe informuar për disa gjëra që nuk i di, se nuk i di të gjitha, dhe shpërndajeni këto informacione. Kështu që pres komentet tuaja, më tregoni çfarë mendimi keni për këtë argument, pra për paralelin 66 dhe për të gjitha këto sekrete që përmenda më lart. Pres komentet tuaja, si gjithmonë kush është rastësisht, bëjni like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi përbashkë. Kalofshi një të diel të këndshme. Ju përqafoj.